Më 31 tetor në gjykatën kushtetuese mbahet seanca lidhur me ankimimin që Erion Velia i ka bërë vendimit për shkarkimin e tij nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Velia i pritet të jetë i pranishëm në seancë, ndërsa paraprakisht kushtetuesja pezulloi dekretin e presidentit Republikës që kishte caktuar 9 nëntorin si datën për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme në Tiranë bashkë me 5 bashkitë e tjera. Gjykata kushtetuese i ka thënë aty CNN se i ka kërkuar Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve që të marrë masa për të shoqëruar Erion Veliajin në seancën plenare publike që do të mbahet këtë të premte, pas kërkesës së këtij të fundit për të qenë i pranishëm. Gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e presidentit Bajram Begaj për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesëshme vendore më 9 nëntor në kryeqytet. Vendimi u mor pasi Erion Veliaj ankimoi shkarkimin e tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Gjykata kushtetuese vendosi një zëri të kalojë çështjen me kërkues Erion Veliajin në seancë plenare publike më datë 31 tetor 2025 dhe të pezulloi dekretin e presidentit për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve në Bashkinë Tiranë. Velia u shkarkua nga Këshilli i Ministrave pas kërkesës së Këshillit Bashkiak të Tiranës, me arsyetimin se kishte munguar në punë. Velia i qëndron në paraburgim prej shkurtit të këtij viti pasi akuzohet nga SPAK për korrupsion dhe pastrim parash. Në seancën e mbajtur më 9 tetor 2025, mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese e kryesuar nga Holta Zaçaj vendosi se zbatimi i dekretit presidencial do të sillte pasoja të pariparueshme në drejtim të drejtave të zgjedhurit vendor. Sipas vendimit nuk mund të zhvillohen zgjedhje për Bashkinë e Tiranës për sa kohë. Është ende në shqyrtim ligjshmëria e vendimit të Këshillit të Ministrave që shkarkoi Veliajin. Gjykata u mbështet në nenin 45 të ligjit për organizimin e saj sipas të cilit, nëse zbatimi i një akti mund të sjellë pasoja të pariparueshme për interesa shtetëror, shoqërore apo individuale, ajo mund ta pezullojë atë përkohësisht. Në këtë rast, gjyqtarët arritën në përfundimin se dekretimi i zgjedhjeve për Tiranën, përpara se të shqyrtohet ligjshmëria e shkarkimit, cënon rënd të drejtën kushtetuese të zgjedhurit vendor dhe mund të krijojë një precedent të rrezikshëm për funksionimin e institucioneve vendore. Me këtë vendim, procesi për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës ndalet zyrtarisht deri në përfundimin e shqyrtimit kushtetues për ligjshmërinë e shkarkimit të Veliajit. Dekreti presidencial është pezulluar vetëm për pjesën që lidhet me Tiranën, ndërsa pjesa tjetër e zgjedhjeve për njësitë e tjera vendore mbetet në fuqi.